Vepra e Çajupit, që ironizonte martesat e fëmijëve, e titulluar thjesht 14 vjeç dhëndër, është tërhequr zvarr prej kohëve të vjetra dhe ka zënë vend të plot edhe në shekullin e internetit. Mund të duket e pabesueshme, por në moshën 19 vjeç, sipas të dhënave të censusit, kanë vënë kuror plot 11.859 adoleshent. Një plak që ashtu si edhe në komedinë e Çajupit rri më së miri në zonat rurale. Si rezultati kulturës tradicionale shqiptare dhe si rezultati një mendësie shumë kolektive të kulturës tonë, sa i takon martesës, në përgjithësi shqiptarët përfshihen në një lloj meraku shumë të madh, sa herë që vjen fjala tek afrimi moshës së martesës për djalin apo për vajzën. Në këtë kuptim, veçanërisht në zonat rurale të vendit tonë, dukuria e martesës merr një rëndësi shumë të madhe dhe nxitohet drejt këtij akti, pra aktit martesor. Por për te komedis, martesat të tilla adoleshente lën pas plak të pashoqërueshme për vetë protagonistët. Statistikat flasin për 131 persona që kanë zgjidhur martesën në gjykatë, ndërsa 319 të tjerë kanë mbetur të vejnë nga humbja e bashkëshortit ose bashkëshortes. Me sa ne kemi vënë re, numri i divorceve në shoqërinë tonë ka ardhur në rritje dhe veçanërisht këto çifte që janë divorcuar janë çifte të lidhur në një moshë të hershme njëri me tjetrin dhe kryesisht divorcohen ato institucione martesore të cilat janë ndërtuar brenda një harku kohor 5 vjeçar. Në komedi thumbuese të Çajupit, fenomeni godet në sarkazëm e deri në fund dashuria fiton mbi zakonin prapanik, gjë që në fakt nuk përsëritet në modet e shekullit të 21.